Para pak ditësh dha dorëheqje në Bosnjën, Republika Srpska, presidenti i Bosnjës Dodik dhe mbas 10 ditësh para, domethënë 2-3 ditësh, ju hoq non grata nga Shtetet e Bashkuara. Ky është një tregues, ndoshta sipas pikpamjes tonë, që nuk do të ketë ndarje territoriale të Ballkanit dhe rregullime të kufijve, ku ish menduar që do të ikë nga Illuminati dhe nga globalistët, të cilët kërkonin të korrigjonin disa defekte që kishte ndarja territoriale në kohën e Jugosllavisë së Titos, dhe këtë do ta realizonin nëpërmjet rregullimeve qytetërimore ose kulturore ose etnike në vijat etnike të Ballkanit, dhe ishte menduar që guri pari dominos që do të fillonte të rrëzonte gurët e tjerë do të ishte kërkesa për shkëputje e Republikës Srpskas në favor të Serbisë, dhe kjo do t'i përgjigjeshe flak për flak me një shkëputje të Sanxhakut mysliman që ndodheshe në Serbi dhe të pjesëve me shumicë serbe mbi lumin e Ibrit në Kosovë, por edhe me shumicë shqiptare në luginën e Preshevës dhe Medvegjës, si dhe do mund të kishte një bashkim të Republikës Myslimane të Bosnjës me Sanxhakun dhe Kosovën,